Rabbil alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, jemi me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Te tema e kapjes pas Kur'anit dhe Sunnetit. Dhe kjo është një temë aktuale për çdo kohë. Në mënyrë të veçantë për kohën e sotme që ka shumë fitne, ka shumë paqartësi, por ka dhe neglizhencë të pa justifikueshme nga ana e jo pak muslimanëve për të mësuar çështjet bazike të fesë së tyre. Dhe kjo neglizhencë është pasojë e besimit të dobët, dhënies pas dynjas, dhe është një sëmundje që duhet kuruar sa më shpejt. Asnjë qytetëri nuk ngrihet pa dituri. Dhe muslimanët, sado që ta dëshirojnë ngritjen e fesë tek vetja e tyre, tek shoqëria dhe vendi i tyre, nuk mund ta arrijnë këtë gjë pa dituri në fenë e tyre. Prandaj do të gjejmë edhe periudhat më të arta të Islamit, kur ishin pikërisht në kohën kur muslimanët mësonin. Dhe ka pas dietar të cilët kur nuk gjenin, lëviznin, shkonin në për vende të ndryshme për dhënë dituri. Dhe në ato vende ku nuk gjenin interes, iknin, largoheshin dhe thoshin s'ka hajër në këtë vend. Pra një popull që nuk kërkon të mësoj fenë e tij, s'ka hajër të largoheshin prej atij vendi. Largoheshin dhe thonin, o Zoti im, unë ardha në këtë vend. E kreva amanetin, përgjegjësinë, për diturinë që më ke dhënë. Por këta nuk deshën. Prandaj, mësimi i fesë vëllezër nuk është hobi. Nuk duhet konsideruar si diçka vullnetare. Për kohën që jetojmë, mësimi i Islamit është një domosdoshmëri. Të partën çështjet bazike që të ndihmojnë ty të dallosh halalin nga harami, sunetin nga bidati, shirkun nga tauhidi. Dhe hadithi i radhës është hadithi Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbajti një hutbë para njerëzve në haxhin e lamtumirës. Edhe u tha, vërtet shejtani e ka humbur shpresën që të adhurohet në tokën tuaj, por ai është i kënaqur që t'i bindeni në gjëra të tjera, në ato vepra që ju i konsideroni të vogla, të parëndësishme. Prandaj, ruhuni prej tyre. Unë ju kam lënë mes jush atë, që nëse kapeni fort pas tij, nuk do të humbni kurrë librin e Allahut dhe sunetin e profetit të tij. Ky hadith vëllezër shumë i rëndësishëm. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, ndër të tjera, na tregon edhe mënyrën se si shejtani apo mënyrat dhe rrugët që ndjet shejtani për ta humbur muslimanin. Thotë se shejtani e ka humbur shpresën që të adhurohet në tokën tuaj. Në tokën tuaj, për në tokën e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum, edhe qëllimi me tokën është gadishulli arabit, siç vjen hadithi te Ibn Majah. Dhe qëllimi me humbjen e shpresës së adhurimit të shejtanit në gadishullin arabit është adhurimi i idhujve. Jo se nuk do të ndodh asnjëherë shirk. Jo, kuptimi është që nuk do të jetë shirk në mënyrë masive. Pra nuk do të jetë dhe as nuk do të rikthehet më ai adhurimi i idhujve në atë mënyrë masive, siç ishte në kohën para shpalljes apo dhe gjatë shpalljes së profetit alayhi salatu wasallam, derisa u pastrua ai gadishull nga shirku dhe u ngrit flamuri i tauhidit të Allahut të lartësuar.
Por, çfarë të rëndon profeti alayhis salatu wassalam? Thotë se shejtani e humbi shpresën. Pra e kuptoi që këta njerëz që e përzihen të akidet, të tauhid me mishin dhe gjakun e tyre, dhe se t'jo gjeni do të vazhdojë edhe të pasardhësit e tyre. A mos u largua shejtani nga ata? A mos u tërhoq? Jo, por kaloi në hapa të tjerë. Pra nëse ai nuk arrin dot, cilin hapet të tjerë, i shtyu ata që ti nënvlerësojnë gjunahet që i konsiderojnë të vogla, i shohin si gjunahet parëndësishme, të padëmshme. Pra, gjykimi i gjunahut dhe vështrimi i tij si diçka e padëmshme, e lehtë, është nga hapat e shejtanit. Edhe cilësia e besimtarit që e ka zemrën e gjallë është që kur bën një gjuna, ndjen keqardhje. Edhe nëse nuk i ndodh më një herë, por pas një kohe ai liçtohet, mërzitet, ndjen keqardhje që kundërshtoi Zotin e tij. Dhe kjo është zemra e gjallë. Ndërsa ai i cili e sheh gjunahun të parëndësishëm, mëse një herë ishte, mëse dy herë ishte, se pak ishte, se gjë e vogël është, ky neglizhim është një tjetër gjuna. Ky neglizhim dhe nënvlerësim, minimizim i gjunahut është një tjetër gjuna. Dhe se ashtu siç vepra e mirë e vogël të shtyë në një vepër të mirë më të madhe, pra të jep shtys, edhe gjunahu i vogël, edhe nëse është i vogël, është portë për në gjunahun e madh. Prandaj të parët kanë thënë, mos vështronë për masën e gjunahut, por kujto se ndaj kujt po e bën këtë gjunah. Pra kë po kundërshton me këtë gjunah? Allahun e lartësuar, madhështorin. Gjunahu mund të jetë i vogël pra në sytë e tu, por fakti që ti me këtë gjë po kundërshton të gjithë pushtetshmin, të madhërishmin, mbretin e dynjas dhe të ahiretit, ati që i nështro dhe i përulet gjithçka në qiell dhe në tokë, ati që i bin me lajket në sejdë dhe se ngrejnë kokën deri në kiamet e në ruku, tek ai i cili është kthimi jot dhe si fshihet asgjë, atëherë të duhet të mendoj besimtari. Dhe shihni vëllezër se sa i rrezikshëm është shejtani. Askush të mos mendoj se ka imunitet dhe mbrojtje nga shejtani. Ai është shumë dinak. Dhe ka aftësi të madhe ta humbi njeriu. Arriti që në njeriu e parë ta devijoi Ademin alayhis salam, ta shtyi në gjuna, për cilin Allahu i dha sukses pendohet dhe ja pranoi pendimin. Por që në fillim, në fillesat e tij njerëzimi shfaqi. Dhe kush? Njeriu të cilin Allahu e krijoi me dy duart e tij të nderuara dhe e futi në xhennet. E çfarë mund të mendosh për tani që kanë kaluar mira apo qindra mira vite? Çfarë përvoje ka shejtani në humbjen e njeriu? Akoma në më të madhe. Prandaj mos e nënvlerëso gabimin, gjunahun, sepse është pasimi i shejtanit. Dhe nga hilet e shejtanit që përmendin dietarët është se tek besimtari i devotshëm, që e ka frikë Allahun, nuk i vjen direkt me shtytje në vepra në gjunahe të mëdha. Jo, por i vjen në mënyrë të përshkallëzuar, graduale. I thot, lëri sunetet. Ti i fal gjithë farzet në xhami. E vazhdon dhe i lë sunetet. Pastaj thot, pse do i falësh farzet në xhami? Rrit qil dhe në shtëpi. Apo merru pak dhe me veten tate. Edhe fillon dhe rrallon ardhin në xhami.
Fillon dhe rallon ardhin e xhami. Për xhuma duhet të jesh në xhami. Namazet e tjera po i falen në shtëpi, mjafton që është i saktë, në rregull me Allahun. Të gjitha janë për shpëritjet shejtanit në mendjen e tij. Dhe villon vjen vetëm për xhuma. Pastaj tra xhuma është i lesh. Po me tile punë, hajde lënë një. Hajde për herë i fal, Allahu di që ti se kemi qëllim keq. Ja fillon në ledhe nga i xhuma. Derisa lëtër namazin. Lëtër namazin. Apo kur e shtyn drejt një gjunahu, me se gjë e vogël është kjo. Thjesht e pe. Pastaj thjesht i fole. Thjesht e preke. Pastaj ndodh hataja. Jo gjithmonë shejtani vjen direkt me të keqen e madhe, se e di që ty do gjej qëndres me një hershme. Do të hasi llogore. Për çfarë? E lërryn avash avash. E lërryn avash avash. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam paralajmëroi për këtë gjë. Dhe drejtinë e shejtanit, i cili është shumë i predispozuar dhe ka një preokupim dhe angazhim shumë të fortë për të humbur njeriu. Saqë për këtë gjë u betua tek Allahu. U betua tek Allahu dhe tha: "Fa bi'izzatik la aghwiyannahum ajma'in." Betohem me madhështinë tënde, me fuqinë tënde, o Zot, se unë do t'i humb ata që të gjithë. Illa ibadat minhum al-mukhlasin. Përveç robave të tutë sinqert. Pra shejtani e shpreu me betim që ky do të jetë angazhimi i tij. Inna shejtana lakum aduwa. Prandaj Allahu na paralajmëroi dhe tha, shejtani është armik për ju, fattakhidhu aduwa, edhe ju bëheni armik. Ky është raporti jon me shejtanin. Dhe ky është raporti jon me cytjet, vezveset dhe hapat e tij. Armiqësi. Pa paqe, asnjëherë s'do të jetë paqe. Asnjëherë s'do të jetë mirëbesim. Asnjëherë s'do të ketë naivitet. Por armiqësi deri në vdekje me shejtanin. Sepse ai e ka të tillë me ne. Derisa të na fusin në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj. Dhe gjunahet e vogla, thon dietarët, kur përsëriten e shkatrojnë zemrën. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka sjellë një shembull për gjunahet e vogla. Ka thënë si shembulli atij grupi njerëzish që janë në udhëtim dhe ndaluan në një vend për të pushuar. Dhe kur një grup udhëton dhe dihen udhëtimet në atë kohë si ishin, ndryshe nga sot që mund të arrish në destinacion pa ndalu fare, ndalonin, ndiznin zjarrin, gatunin ushqimin, shplodheshin etj. Ndaluan thot. Dhe secili shkoi dhe të merrte nga një dru për të ndezur zjarrin. Ky solli një dru, ky tjetër një dru, ai tjetër një dru. Derisa u bë një grup, një tuf e madhe me drujnë dhe ndezën një zjarr të madh. Por çu dhe gjunat e vogla. Sot një, nesër një tjetër, pas nesër një tjetër, etj. Derisa bë një masë e madhe. Një masë e madhe që e shkatrojnë zemrën. Dhe e bëjnë më të lehtë pastaj rënjën e gjunahet të vogla, të mëdha. Këtë tha profeti alayhi salatu wasallam, por na dha dhe zgjidhjen. Dhe tjetër rënd se sa këshillues i mirë ishte profeti alayhi salatu wasallam. Nuk mjaftoi me aq. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dha dhe zgjidhjen. Cila ishte zgjidhja? Tha, unë kam lënë, tha, midis jush atë gjë që nëse kapeni pas saj, nuk do të humbni kurrë. Pra shejtani s'ka çfarë ju bën. Jeni të mbrojt. Nga kush? Nga armiku më i fortë dhe më i rrezikshëm. Që gjumin nuk e zë derisa të humbi njeriu, nëse flen. Cili është libri i Allahut edhe suneti i të dërguarit të tij, profetit të tij. Cili është kuptimi që ju kam lënë këto dyja? Hajde ta mbajmë Kur'anin siç e mbajnë shumë njerëz në raftet
e orendive të shtëpisë, në për makina, në për dyqane, apo hajde t'i mbajmë librat hadithit në bibliotekën e shtëpisë dhe xhamisë, edhe t'i shohim sa bukur, mashallah, ai xhami ka bibliotekë madhe. Ja. Kur profeti alayhi salatu wasallam thotë ju kam lënë këto dy gjëra, do të thotë që kapuni pas tyre, lexojeni ato, mësojeni ato, veproni sipas tyre. Dhe cili është rezultati? Je i shpëtuar nga humbja e shejtanit. Je i shpëtuar nga dredhit e ti, nga dinakëria e ti, nga kurthet e ti. Je i shpëtuar. Imagjinoni vëllezër, nëse merr vesh një njeri dinak, dradarak, i fort, pa angazhohet të bëj keq ty, si do t'jetë vigjilenca jote? Në maksimum. Do të rritet në maksimum vigjilenca jote. Do të shohësh me vigjilencë, do të dëgjosh çfarë ndodh rreth teje me vigjilencë, do të përgatitesh maksimalisht nga sherrri i tij, nga keqja e tij, që mos të bëj dëm. Por kur bëhet fjalë për shejtanin që as nuk e sheh, që arrin të depërtojnë në venat e tua si gjaku, dhe arrin të pëshpërisë në mendjen tënde dhe të kujton se është vetdia jote, ajo që pa analizon. Ja. Si duhet jetë vigjilenca? Në maksimum. Por në çmë mënyrë? Duhet ne të mbyll mbrenda shtëpi, se tu zë vije, ja, të vjen aty, edhe aty të vjen se ka problem fare. Po çfarë? Kapuni pas Kuranit. Kapuni pas sunetit të dërguarit e tij alayhi salatu wassalam. Prandaj vëllezër, ky hadith na tregon neve, është me vërtet fjala e profetit alayhi salatu wassalam vëllezër është madhështore kur e lexon me meditim. Profeti alayhi salam na dha neve një tablo të gjerë me pak fjalë të jetës së dynjas për çdo njeri. Pra që ai ka një armik. Dhe ky armik është shumë dredharak. Edhe ka intrigën dhe dinakërinë shumë të fortë. Dhe se ti vetë nuk mund të shpëtosh dot kurrë prej tij, nuk mund të shpëtosh. Wala fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. E nëse nuk do të ishe për mirësisë dhe mëshirës së Allahut, askush nuk do të shpëtonte dot prej tij. Nuk e sheh të armin. Është shumë i rrezikshëm. Nuk shpëton dot prej tij me forcën tënde, me aftësitë tua, apo si thon disa motivues, psikolog, ki besim tek vetja. Jo. Muslimani nuk i mbështetet vetvetes. Se vetvetja është e dobët. Vetvetja është e kufizuar. Në të gjitha aspektet është e kufizuar. Po çfarë? Muslimani mbështetet Allahut. Dhe se njeriu në këtë botë nuk mund të shpëtohet dhe nuk ka rrugë tjetër shpëtimi përveç se nëpërmjet shpalljes. Kur'anit dhe sunetit profetit alayhi salatu wassalam. As nëpërmjet ideologjive, rrymave filozofike, teorive që japin teoricien të ndryshëm në mënyrën se si duhet ta konceptosh jetën, në mënyrën se si ti përballosh vështirësitë në jetë, në mënyrën se si të ruhesh nga intrigat e njerëzve, se si të ecësh përpara edhe pse jeta ka stuhi të forta, edhe pse thyhesh ndonjëherë në jetë, ja. Saqë dalin libra voluminoz, motivues, dhe shkruajnë njerëzit dhe i blenë si të bësh shu, si të bësh ashtu, si të ecësh përpara, si kështu. Vetëm me shpallje, vëllezër. Vetëm me shpallje. Profeti alayhis salam çfarë tha? Kam lënë diçka midis jush. Pra e keni ilaçin, e keni mburojën, e keni shpëtimin, që nëse kapeni pas tyre nuk do të humbni kurrë. Garanci. Garanci që s'do të humbni kurrë. Le të vi shejtani me përpjekjet më të mëdha, me intrigat më të forta, nuk del dot ai mbi shpalljen e Allahut. Kurani, libri i Allahut, edhe suneti të dërguarit të tij. Të janë dy referenca nda ne mësojmë fen tonë. Nda ne kuptojmë cili është qëllimi jonë këtë botë. Nga referenca nda të cilat ne motivohemi për të ecur përpara.
Gjejmë rrugën e suksesit, rrugën e shpëtimit, njohim rrugën e sherrit për t'u larguar prej saj. Dim çfarë do të ndodhë me ne pas vdekjes. Dim çfarë do të ndodhë me njerëzimin e të ardhmen derisa të bëhet kiameti. Lajmet të cilat nuk mund ti tregoj askush përveç se shpalljes. Prandaj fakti që ne profeti alayhis salam tha për ne, ju a kam lënë midis jush, tregon që ne kemi një thesar të madh vëllezër. Muslimanët kanë një thesar të madh, një pasuri të çmuar, një dituri të madhe. Shpallja është dituria më e madhe. Shpallja është dituria më e madhe, prandaj nuk duhet neglizhohet. Leximi i Kuranit, mësimi i Kuranit, meditimi në ajetet e Kuranit, të vepruarit sipas Kuranit, por çu edhe me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Elusim Allahun subhanahu wa taala na ruaj neve në dredhit dhe dinakëria e shejtanit dhe ushtrisë së tij për njerëzve dhe xhinëve. Elusim Allahun e madhëruar të na japë neve përqendrim në Kur'an dhe sunet deri në vdekje. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.